Pika e tretë është shqyrtimi i kërkesës për huamarrje për ndërmarrjen publike Telekomi i Kosovës SHA, subjekti i aprovimit nga Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve. Me fuqizimin e ndërmarrjeve publike, përmes mirë menaxhimit dhe investimeve të bëra të nevojshme për qytetarët, është përmirësuar llogaridhënia, besueshmëria e pasqyrave financiare, si dhe janë arritur rezultate mbreslënëse në fitimin që kanë shënuar ato. Shembull tejet pozitiv është ndërmarrja publike Telekomi i Kosovës, që ka mbri fitim prej 7 milion euro në vitin 2023 dhe 7 milion euro për vitin 2024, e pas 8 vitesh humbje kumulative prej 149 milion euro. Me qëllim të fuqizimit të mëtejnë kësaj ndërmarrje, sot është prezantuar aprovimi në parim i kërkesës për huamarrje në vlerë prej 10 milion euro për ndërmarrjen publike Telekomi i Kosovës SHA, e të cilën do ta bëj Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuranarati. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Para jush paraqes kërkesën për huamarrje në vlerë prej 10 milion euro nga Telekomi i Kosovës, ndërmarrje publike, pra e cila kërkesë duhet të miratohet apo kërkon miratimin në parim në qeveri. Ndërmarrja e Telekomit të Kosovës në fillim të mandatit, pra kur kishte marrë mandatin, kishte vështirësi të shumta, sidomos financiare, por edhe organizative, për shkak të shumë viteve keq menaxhim dhe abuzim me ndërmarrjen pra gjatë qeverisjeve të kaluara. Gjithsesi, pra me bordin e duhur, me menaxhmentin e duhur dhe me përkushtimin edhe të qeverisë për ta mbështetur ndërmarrjen, ndërmarrja ka arritur të këndellet, kësaj pra duke zvogluar fillimisht shpenzimet operative, numrin e stafit, pra kjo ka rezultuar pastaj që të ketë edhe hapësirë për investime të reja, gjithsesi edhe me mbështetjen e qeverisë, dhe tashmë edhe trendi i të hyrave është kthyer në trend rritës. Të siç e thatë edhe ju, kemi të bëjmë pra sidomos në 2 vitet e fundit me një performancë tepër të mirë, ku tashmë kemi edhe realizim të profitit neto prej 7 milion euro për 2 vite radhazi. Gjithsesi, vështirësitë nuk janë të kaluar të gjitha, pra ka ende probleme që nga e kaluara e errët, pra e abuzimeve dhe keq menaxhimit shumë vjeçar të ndërmarrjes ende paraqesin probleme dhe shkaktojnë her pas here, pra sikur në rastin konkret, probleme me likuiditet, ku ndërmarrja tash e disa muaj pra ka llogaritë të bllokuara për shkak të një rasti përmbarimor nga një kontratë dëmshme e mëhershme. Kjo ka rezultuar që ndërmarrja pra të jetë në vonesa në pagesat e faturave me operatorët ekonomik me cilët ka marrëdhënie, e gjithsesi edhe në vonesa pra në shlyerjen e obligimeve, detyrimeve tatimore. Në mënyrë që të tejkalohet kjo situatë, pra dhe ndërmarrja të kthehet pra përqendrimit për vazhdimin e investimeve dhe rritjen e ndërmarrjes, propozoj para jush pra që të miratohet kjo kredi, në mënyrë që të vjojmë tutje edhe me hapat teknik për të mundësuar pra financimin e kësaj kredie të likuiditetit në mënyrë që ndërmarrja të vazhdojë punën. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.